Më dëgjoni me vëmendje. Jeni duke dëgjuar për shpërthimin energjik, ndryshimet intensive të lëvizjes emocionale të krijuara nga fusha kuantike, astrologjike. Dëgjuat për 20 marsin që ishte ekuinoksi, janë ngjarjet të forta, transformuese, të njohura që nga kohët e lashta. Dhe keni dëgjuar ndoshta pafund për pozicionet retrograde të rikthimit të shumë planetave si asnjëherë tjetër, së bashku me të masterin Mërkur. Keni dëgjuar që nesër është eklipsi diellor. Mund të keni dëgjuar fenomene energjike, astrologjike, kozmike. Çfarë dua unë të dini është përtej njohjes së këtyre fenomeneve. Nuk ka rëndësi të kuptojmë patjetër çfarë po ndodh nga ana astrologjike, vetëm nëse jeni profil 1. Ajo që dua të dini është kjo. Është kohë rilindje, koha që kemi pritur, koha për të cilën profetët e lashtë, koha për të cilën fizika kuantike ka folur, koha për të cilën që i quhet epoka e re. Në këtë kohë ju rikujtoj çfarë ndodh kur lind një bebe nga trupi i nënës. Çfarë bën nëna? Nëna merr vëmendjen tek vetja, di që është duke sjell një ekzistencë të re, është në gëzim dhe në të njëjtën kohë në një fokus të vetja, e di që gjithë bota jeta rrotullohet rreth atij momenti për të prur këtë ekzistencë të re. Është një shpërthim brenda trupit të saj, gjendje kaotike për të krijuar një gjendje dhe një formë të re. Kjo është çfarë po përjetojmë në këto 10 ditë të fundit të marsit. Merrni kohë me veten, meditoni, tokëzoni dhe kuptoni që kjo rilindje do jetë unike sikurse je dhe ti. Sikurse dhe çdo nën ka përjetimin e saj unik kur lind fëmijën, në varësi nga kontrata, nevoja, jeta jote, ti do kesh përjetimin tënd unik. Çfarë ti duhet të dish vetëm është kohë që ti po rilind veten tënde. Dhe në këtë rilindje ka një shpërthim që të nxjerrësh veten tënde të re, inicimin e identitetit tënd të ri.